Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrën e trash vetëm me një lugë nga kjo që bën mrekulli me trupin tuaj. Kujdesi për trupin tuaj brenda dhe jashtë është i rëndësishëm dhe për ta bërë këtë ka shumë metoda të thjeshta dhe natyrore. Një nga këto është që ju të merrni fibra dhe ushqyesit të mund të pastrojnë zorrët. Për këtë ju vjen në ndihmë pija e cila ju nevojitet, një mollë, një lugë gjelle fara liri, një lugë çaj mjalt dhe një gotë me ujë. Përzjeni këto përbërës të bashku. Përveç farave të cilat janë të pasura me kalcium, vitamina C dhe omega 3, dhe rezultati do të jetë shumë i dobishëm për zorrët dhe shëndetin e sistemit nervor. Në masën e përftuar, shtoni në fund edhe farat dhe duke bërë këtë 2 herë në ditë për të paktën 2 ose 3 javë, ju do të ndjeni të mirat në mënyrë të qartë, sepse pastrimi brenda vetes do ta bëjë trupin ton më aktiv dhe më të shëndetshëm. Nëse atëherë ju do të jeni në gjendje që ta shoqëroni këtë edhe me një dietë të shëndetshme dhe të balancuar dhe madje edhe sporte të lehta, kjo do të jetë akoma edhe më mirë për ju. Ndërkohë, a vuani rregullisht nga konstipacioni apo lëvizjet e parregullta të zorrëve, studimi sugjeron që 15% e amerikanëve vuajnë nga kapsllëku kronik. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorrës së trash. Ndërkohë, zorra e trash kryen shumë funksione thelbësore, nuk ndihmon vetëm në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu nxjerr krip dhe ujë nga mbeturinat para se ta ekskretoni, ruan pH-in dhe lufton gjithashtu kundër baktereve të dëmshme. Mos funksionimi i zorrës së trash mundet që të shkaktojë implikime shëndetësore, siç janë alergjitë e lëkurës, gurët e tëmthit, sëmundjet e zemrës e të tjerë. Shumë prej tyre kanë zbuluar se kryerja e një pastrimi të zorrës së trash është një parandalues i lehtë për të shmangur problemet e zorrës së trash në të ardhmen. Ja cilat janë recetat e lehta dhe të shpejta që ju mund të përdorni. Zarzavatet pa gjethe si spinaçi, kale, lakrat e Brukselit, asparagu, zarzavate si bizele janë të pasura me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e traktit të zorrëve dhe si rezultat qetëson në zorrën e trash. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe në mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mund që t'i zgjejmë perimet, t'i shtojmë në supa ose t'i skuqim me pak salcë, me pak gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe është i dobishëm pasi stimulon tretjen, mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt. Shtoni një lugë çaj lëng xhenxhefili dhe mjalt, përzjeni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni edhe një smoothie, ku do t'ju duhet një lugë xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaq, një karrotë. Përzjeni që të gjithë këta përbërës me një gotë me ujë dhe smoothie juaj do të jetë gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollë dhe limon. Mollët dhe limoni janë të pasur me lëndë ushqyese të cilët përmirësojnë veprimin e tretjes siç janë vitamina C dhe A, antioksidant dhe fibra. Gjithashtu ju mund të bëni lëngje shumë të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzjeni në gjysmë filxhani ujë të ngrohtë.
Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trashë dhe për të inkurajuar tretjen e duhur. Uthull molle. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi ynë duke ruajtur kështu bakteret e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzieni uthull molle të papërpunuar dhe mjalti në stasi të barabarta 2 lugë. Përzieni në një gotë ujë dhe pijeni një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera, siç është parandalimi i diabetit dhe ulja e nivelit të kolesterolit të keq. Ushqime të pasura me fibra. Fibra është e shkëlqyeshme për mbajtjen e shëndetshme të zorrëve dhe pastrimin e zorrës së trashë duke eliminuar mbeturinat jashtë trupit tonë. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjersa, quinoa, bollgur dhe perime si për shembull bizele, filizat e Brukselit të cilët janë të pasur me fibra. Mjedrat, mango, fiku dhe arrori gjithashtu ndihmojnë në ushqimin e zorrës së trashë. Kripdeti dhe uji. Uji luan një rol tepër të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit tonë. Kur zorra e hollë është e dehidratuar, është e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju duhet të konsumoni të paktën 2 deri në 2.5 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksionimin optimal të zorrës së trashë. Shtoni një lugë çaj kripdeti në gjysmë litër ujë dhe pijeni atë përpara mëngjesit, para se të hani ndonjë gjë tjetër. Pirja e përzierjes inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe gjithashtu përmirëson shëndetin e tretjes. Farëra chia dhe liri. Të dy këto fara janë ushqime të pasura me shumë fibra. Ato gjithashtu përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat të zvogëlojnë inflamacionin në zorrën e trashë dhe largojnë toksinat e ndërtuara. Mund të shtoni një lugë çaj farash në ujë dhe të pini përzierjen, të bëni një puding ose t'i spërkatni mbi sallata. Hidhni një lugë gjelle fara chia në një gotë me ujë për 5 deri në 10 minuta, në mënyrë që fibra të mund të kryej funksionin e saj optimal duke thithur ujin. Konsumojeni këtë përzierje 4 herë në ditë për rreth 4 javë për të pastruar traktin e zorrëve. Pastrimi i zorrës së trashë është i domosdoshëm për të mbajtur trupin tuaj sa më të shëndetshëm dhe njëkohësisht të ekuilibruar. Në këtë postim, ne do t'ju tregojmë mënyrat se si ju të pastroni zorrën e trashë përmes bimëve medicinale. Nenexhiku. Kjo është një bimë me shumë virtyte dhe pothuajse shumica prej këtyre virtyteve janë të lidhura me sistemin e tretjes. Nenexhiku ndihmon edhe në pastrimin e zorrëve nga parazitët dhe bakteret. Kamomili. Çaji i kamomilit lehtëson inflamacionin dhe përmirëson tretjen. Ju duhet të pini një filxhan çaj kamomili çdo ditë në mënyrë që të pastroni zorrët nga parazitët. Kopra. A keni dëgjuar për çajin e koprës? Ai ka një aromë të freskët, është antiinflamator dhe mbron sistemin tuaj tretës. Ky çaj është i përkryer kur ndiheni të plotë apo të fryrë. Nëse pini çaj kopre pas çdo vakti, do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.